Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur me nda me juve edhe një recetë natyrale edhe super efektive për juve motrat që jeni të mbajt dietën me vezë, që kam postu një dietë bombastike, me thonë që krejt motrat ja kanë fillu ato që me ndjekën edhe krejt po kanë sukses. Recetën pra e gjeni te kanali im në YouTube, Kuzhina e Nerit. Tashti pyetja e motrave është mas jenë dobësu. Edhe shumica për tyre Neri postona diçka për celulitin, sepse sidomos ka komt, nuk po mundemi gjatë verës as me vesh fostoma të shkurt, sepse po na dalin komt shumë keq. Celuliti pra është pashtu shumë keq, edhe duket pashtu krejt gunga shumë keq. Krejt që ka jo nevojitet për një recetë natyrale për juve motra që keni shumë celulit, pa marrë parasysh ka durt, ka komt, është kja. Merrni vaj ulliri, pra ekstra kështu, që shkron, ekstra virgin, edhe merrni kafe, pa marrë parasysh kafe ose turke që e pina, ose kafe të automatit që ju mbet kur qitni kafe në atë kutin e vogël, por ma mirë është me murë direkt kafe e pa përdorësh, sepse kur të përdoret prej automatit, mbasi që e kemi qitë kafet, mbet ata lumi me thonë, aty pra 50% ju ka heka e kofeina. Ma mirë është me përdor direkt pa e përdor të heq kafja me qenë, pra kafe turke ose kafe të bluar të zezë të automatit. E merrni, tashti unë nuk përdi juve sa keni shumë celulit, shembull në 2 kom, 2 durt, në gjitha pjesë sa ma shumë që keni, aq ma shumë jo nevojitet kafe. Pelojna tashti ju kanë bo shumë 2 komt. Krejt celulit, sidomos ka kufrat knina, edhe e merrni një 5-6 lugë të gjellës me kafe turke, edhe merrni vaj ulliri, ekstra që është virgin. E përzini derisa të bëhet një past, ju shkoni tash kadale të ishtu vaj ulliri, derisa të bëhet një past që është jo shumë e holl, por veç që lagët kështu që mundeni me shpërnda në trup. Basi që keni përzi pra kafen me vajin e ullirit, e merrni që ta edhe shkoni duke qit në trup aty kë keni pra celulit, edhe duke i bë trupit masazhe. Me kafen edhe me vajin e ullirit. 2-3 herë në javë e përdorni këtë recetë pra, i bani ka 10-15 minuta, kjo është sikur peeling që e quajnë të në Gjermani pra, edhe është shumë efektive, keni me pa vetë, shkoni duke i bë masazh pra 10-15 minuta, që në qato pjesë ku keni celulitin, mandej normal pastroni si gjithmonë me ujë. Provoni këtë recetë edhe bindeni vetë, recetë natyrale, pa shumë harxime, pa shumë kosto pra për ndryshe, edhe shumë efektive. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju falenderoj për çdo pëlqen receta të mia. Shumë suksese motrave të tjera që ja kanë fillu dietën e ju dua shumë. Deri në recetën e radhës nga Kuzhina e Nerit, ju them mirupafshim.